insiston që ta punoj tokën në fshat, ndërsa ato po pritoj. Dhe me li, do të thashim. Shiqo, nëse ne nuk i punojmë tokat tona, do vjen tjetër kusht na i punoj tokat tona. Besimtari që e don Allahun e vet, duhet ta punoj tokën e vet, vendin e vet. Kur them punimi i tokës, do të thotë që gjitha ata tri që normal duhet kuptohet që edhe komunat ose udhëheqësitë bashkitë ose komunat duhet ndajnë, do të thotë të nderime që t'ja sigurojnë veglën e punës, që të ketë mundësi me punu, traktor ose çka do që janë ato veglat e punës. Tash dalë edhe roboti bujqësor nga Elon Musk. Kanë avancuar goxha mirë edhe këtë fushë. Ka dalë, teknologjia ka avancuar goxha shumë. Mirë po edhe atë robotin tash që ka bëj, duhet me prek dikush, ha? Se tash nëse unë se punoj tokën, s'pe prek as botonin, ha? Tash po linda edhe i demellek edhe më i madh. Se ne kishim temë diskutimin në një seminar me gazetarë dhe me profesor të nderuar, në një seminar që isha i ftuar edhe ishte çështja e migrimit online të gazetarisë ose videove. Edhe tash kur e diskutuam, u tha pra që çdo njëri prej nesh e kemi gazetën në dorë dhe kemi televizionin në dorë, pra telefoni, ha? Po. Tash në Amerikë unë ka i gjujnë rrugë televizionat, se s'po kanë kohë me po plazmën, se s'më marr plazmën me veti në shtëpi. Sa? Në tren, në autobus, në udhëtim edhe takën shon aty e shën film ose shën emision ku di çka. Unë ndal kur dush me kthy prap kur dush. Edhe tash lindi pyetja që ne shkrimet këtu ChatGPT-ja kjo tjetra, kështu me radhë, mirë, po tash është një problem shumë i madh. Tash ky djali që s'punon tokën, ky tash nis mu bë dement për tënë edhe telefonin me prek. Veç i thot telefonit dush me ma bë që të punë. Po. Që është inteligjencë artificiale, ja? Po. Që është the future, e ardhmja. Po. Tash e mira se tash po për tënë edhe me fola, me thonë puno ma tokën, ha? Kështu që sot kanë ardhur mundësitë shumë të mira, kushtet shumë të mira për të marrë me agronomi dhe agrikulturë. Në bisedë me shumë miq të nderuar, të cilët e shohin botën më ndryshe, thanë që në vendet tona, në truhet shqiptare, investitorët e mëdhenj janë të interesuar për agrikulturë dhe kibernetik. Agrikultura dhe kibernetika do të thotë sepse tokat tona janë shumë të bereqetshme. Si në Kosovë, si në Shqipëri, edhe në truhet shqiptare tokat janë shumë të bereqetshme. Për shembull, tokat janë një hambar i vërtet, mirë po ne kemi edhe ujëra. Përveç tokës kemi edhe ujërat. Kemi edhe asetet e ndryshme të cilat Allah i kalon për ne. Edhe na duhet të mbjellim një pemë, të mbjellim një fidanishte, pra të mundohemi të ushqemi ushqime bio. Për shembull, ka njerëz që ndoshta nuk ka tokë, ka një bahçe të vogël, edhe në kryeqytet ndoshta është edhe ka shtëpinë, po e ka një obor të vogël edhe vazhdimisht ai në gojën e lirë kujdeset, mbjell ca fruta të ndryshme ose pemë dhe perime dhe i han ushqiet me to bio. E bën në kohë të lirë ata. Imagjinon kohë të lirë e bën, ha? Për sport, për shef. Kurse ai e ka tokën, i ka tornat, i ka gjitha të mirat e Zotit dhe për të me rregullu, vallahi kjo është një mekat, me thonë drejtën. Tash janë edhe mundësitë si tash edhe më herët është zhvilluar edhe industria shumë, ke mundësi për shembull me thirr atë kamionetin as ato që bën shpimin e tokës, i bën grupat e gatshme, veç kemi vendosë, është ajo tjetra që e mlën, është ajo tjetra që e kape e vendose, është ajo tjetra që e spërkat, veç kemi lëviz ato morshat, ato levat e Arkimedit. Edhe kështu që është, domethënë, mundësitë janë shumë të mira sot me punu tokën. E baba i shkret nuk ka faj se ai ka dëshirë që djalitina mu mësu pak mi fitu senet vetë, jo të naherët baba mi alon të gashme. Kështu që baba i mirë ose babalarët e mirë janë ata që i mësojnë fëmijët e tyne, e jo javë servirë në gjërat e gashme. Nuk i thot, ha babi mere pije ujt,
Thot shko babi merre mushe vetë dhe pije vetë. Ajo është babi i mirë që e mëson djalin që duhet mi fitu ka herë gjonat, jo ka herë, po gjithherë duhet mi fitu gjonat vetë, jo me prit hazër. Sepse atëherë mund të krijojmë shoqëri parazitësh. Shoqëria e parazitëve është një shoqëri e cila rrezikon njerëzimin, për shkak se nëse të gjithë nuk punojnë, atëherë kush do punojë? Kështu që të gjithë duhet të ngritemi edhe të ecim përpara që ta zhvillojmë mas pari vetveten tonë, tokën tonë, vendin ku jetojmë dhe frymojmë. Unë për veti personalisht, edhe pse jetoj edhe në kryeqytet, kam edhe në fshat tokë. Në çdo sezon me babajin tim mbjellim pemë. Në çdo sezon mbjellim pemë. Edhe kujdesemi për tokën. Merremi do thotë edhe me bujqësi shpesh herë, e bëjmë me pasion, e kemi pasion atë pjesë, nuk e bëjmë domethënë se ndoshta ka një fitim, po e bëjmë për qef edhe kur bën ato frute i shpërndajmë për njerëzit nevojë. Edhe ka ndodhur që kam mush pletkerin me fruta, me pemë, me perime, ja kam dhënë njerëzve që s'kan. E kështu që është mirë toka të punohet tani, është shumë mirë. Dyshim. Është sadakatul xheri, është sadak rrjedhës. Saktë.